Rita Ora është e para femër shqiptare që hyri në diskografinë e muzikës globale. E suksesin e saj po tentojnë ta provojnë edhe shqiptarë të tjerë. Listës që po kërkojnë famën internacionale, po i shtohen emra shqiptar dita ditës dhe këngëtarës Rihanna. Monster që u shndrua në hit global më vonë u bë pengë i regjes, por kjo nuk e pengon që ajo ta këndoj në koncerte. Gjatë 2015-ës, ajo shënoi duetin më të madh deri më tani në karrierë me David Guetta, Nicki Minaj dhe Afrojack. E Mama u regjistrua si një ndër himnet e kësaj vere. Në Amerikë po vepron një tjetër shqiptar. Me origjinë nga Malizi, Albert Stanaj është duke punuar intensivisht në studio të njohura për te oqeanit. Zëri i tij bëri buj atje pas interpretimit të këngës Let Her Go në Dancing with the Stars në SHBA. Më pas, u pa në praninë e Jay-Z, Drake, Chris Brown e Justin Bieber. Por pavarësisht kësaj, ai me sa duket nuk është bërë pjesë e asnjë kompanie muzikore, sepse në llogarinë e tij zyrtare në Instagram shfaqet si artist i pavarur. Shumë shpejt do të sjellë një tjetër klip në logon e Warner Brothers, të cilët kanë marrë në menaxhim këngëtaren nga Prishtina. Nga Shqipëria, sukses ndërkombëtar po synon Eleni Fureraj. Këngëtarja e cila tashmë ka arritur famën absolute në shtetin grek, është duke punuar për shtrirje të muzikës së saj në tërë globin. Bashkëpunia e vitit e ka rëmbyer çmime të tjera të rëndësishme në karrierë. Eleni është në ombrellën e EMI Record Label, që është dek e Universal Music. Të katërt me vokal të fuqishëm e stil të veçantë, por muzikën e cet artist shqiptar do e përqafojë diskografia botërore më shpejt. Përgjigjen do e japin me krijimet që do sjellin.